Çfarë ndodhi mes Edi dhe Bian? Zbuloni detajet e papritura të marrëdhënies së tyre. Në një botë ku marrëdhëniet shpesh janë të komplikuara, Edi dhe Eliona kanë hedhur dritë mbi situatën e tyre me banorin Bias. Çfarë ndodhi realisht mes tyre? Kjo është pyetja që po shqetëson fansat e tyre dhe që meritojnë një përgjigje të qartë. Dyshja është parë së fundmi në momente shumë intime, duke ngjallur spekulime të shumta rreth marrëdhënies së tyre. A është kjo një misi e thjeshtë apo diçka më shumë? Një situatë që ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe publikut, duke krijuar një atmosferë kurioziteti. Edi, në një bisedë të hapur, ka përmendur profesionin e Bias, duke e konsideruar atë si një pengesë në marrëdhënien e tij me Elionën. Kjo ka shtuar një dimension të ri diskutimeve, duke e bërë situatën edhe më interesante për ndjekësit e tyre. Ne ja dim profesionin Bias dhe ajo me sinjale e gjeste. Të gjithë banorëve u thoshte se ka nevojë. Unë e kam ndjerë dhe e kam bërë punë e madhe. Nëse do të kisha bërë atë që thot ajo, do të isha në pranga, tha Edi, duke shpjeguar kompleksitetin e situatës. Ai vazhdoi të shprehte se ndjenja e tyre ishte e qartë, por se marrëdhënia e tyre ishte më shumë se një thjesht pëlqim fizik. Ne thjesht kemi pasur pëlqim fizik, e pranoj, theksoi ai, duke lënë të kuptohet se ndjenjat e tyre ishin të ndërlikuara. Ky zhvillim ka ngjallur reagime të ndryshme nga ndjekësit, disa prej të cilëve e mbështesin hapur Edi dhe Elionën, ndërsa të tjerë shprehin dyshime. Çfarë do të ndodhë më tej në këtë histori të ndërlikuar? A do të ketë pasoja për marrëdhënien e tyre?